Në lobimit të Berishës për $6 milion nga Amerikanët. A mendoni se ishte kjo për Berishën, për nëngratën e tij apo Partinë Demokratike? Tash ai nuk pranon për këtë. Po të gjithë deputetët janë hajdut. Kush më shumë e kush më pak. Me fjalë, prandaj duhet një ndryshim. A mendoni se do rivije Berisha në pushtet? Tash edhe mund të vinjet, po është gabim që zgjedhim, sepse ai ka qenë provu. Po. Nuk ka dhënë rezultat siç duhet. Me fjalë. Për mendimin tim duhen element të ri. Të vjetrit duhen hek. Të rish mbi 30 deputet, ai ka bler Tiranën. Ato kanë parë në përbënga që nuk e din sa kanë. Fjala vjen. Populli jon do nim, do njerëz me shkollë të lartë, do një ekonomisë shumë të fortë, me fjalë. Jo të prishin si mas qefit, vende për hotele luksoze, dalin jashtë, shpenzohen miliarda lek. Kështu që me këto çmime që ka vojtë tash, populli në madh, nuk di çfarë të marrë. Fjala vjen, ka vojtë 6.000 lekë kilo grosh, 2-3.000 lekë kilo mish, plus tiravet.